Aksidenti rënd në aksin Vlorë Fier humbi jetën një person, një tjetër në gjendje të rëndë. Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur mes ditën e sotme rreth orës 13:35 minuta në aksin nacional Vlorë Fier pranë karburant Eldës. Sipas informacioneve paraprake, një motomjet tip Piaggio me targa AK 653 ka humbur kontrollin për shkaqe ende të paqarta dhe ka dalë nga rruga. Mjeti është përplasur fillimisht me një shtyllë elektrike dhe më pas me një shtyllë tjetër druri, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe pasojat të rënda për personat në motomjet. Si pasojë përplasjes, 2 persona që ndodheshin në mjet kanë mbetur të plagosur rënd. Të lënduarit identitetit të cilëve ende nuk bëhet i ditur janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonar të Vlorës për ndihmë mjekësore, por fatkeqësisht njëri prej të plagosurve nuk ka mundur të mbijetoj plagëve dhe ka ndruar jetë në spital, ndërsa personi tjetër ndodhej në gjendje të rëndë nën kujdesin e mjekëve. Në vendngjarje kanë bërritur forcat e policisë rrugore dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të aksidentit dhe përcaktimin e shkaqeve që çuan në humbjen e kontrollit të mjetit. Policia po punon gjithashtu për identifikimin e viktimës dhe të plagosurit.